larg prej politikës. Ti vet e ndjen kur ikën jashtë vendit edhe të pyesin nga je edhe merr komplimenta për vendin tënd? Të ka ndodhur? Nuk më ka ndodhur. Nuk të ka ndodhur? Jo. Unë mendoj që kjo i ndodh vazhdimisht njerëzve. Mua personalisht ka ndodhur. Dhe kjo ndodh nga Partia Socialiste? Jo, nuk ndodh nga Partia Socialiste. Ndodh kur ti promovon një vend, kur ti bën një PR të mrekullueshëm të një vendi, kur nuk promovon mafian, drogën. Në mënyrë bazike kjo i takon evoluimit njerë, si logjik. Unë mendoj që ne kemi pasur që me kalimin e kohës, patjetër që nuk mendoj gjërat ndryshojnë, kushdo që të ishte minimalisht Diona, më vjen shumë keq, po unë nuk mendoj që këto janë gjëra që bëhen kështu se erdhi koha, se erdhi 2025. Domethënë nuk e mendoj fare në këtë formë. Po pse mendoj që kur ti promovon në 91 ishim njësojnë siç ishim në 2005 nuk po e bëj krahasimin me kur vazhdonte qeverisja Partia Demokratike. Nuk po bëj krahasimin me 99-ën. Nuk po bëj as krahasime me vitet 90, po bëj krahasime me 2012-ën, 2013-ën, 2014-ën. Pra, 10 vite më përpara, është e sigurt që kur ti dili edhe udhtoje jashtë, kur do kishte një mundësi për të nxjerrë pasaportën, njerëzit e sjellshëm vetëm të hidhnin një vëzhgim, kishte të tjerë që masa e këtij populli nuk ka nevojë, ndoshta edhe për një kompliment në kontekstin që po e thua ti, ka nevojë për qeverisje të mirë, të brendshme, për gjërat që ndërlidhen me ta, edhe në format më bazike të mundshme, për shërbimet e brendshme. Dhe ti e di që në këtë qeverisje një nga pikat që evidentohet më së shumti në raportet ndërkombëtare mbetet korrupsioni në nivele shumë të larta për shembull. Unë ajo që po të shpjegoja ka lidhje me pjesën që në qoftë se është vetëm në dorën e njerëzve, kjo pjesa e evolimit edhe kjo pjesa e PR-it që i është bërë turizmit në Shqipëri, dhe këtë e tregojnë shifrat, nuk e thot Irisi, ti arrin të kuptosh që këtu ka një ndryshim drastik. Dhe kjo nuk bëhet se Rivierën e këto e kemi pasur. Kemi pasur po këto male, po këto det, po këto lumenj, nuk është se ka ndryshuar në një që nga pikpamja e Rivierës. Shqipëria është ajo që ka qenë nga pikpamja gjeografike. Patjetër, unë mendoj që ka ndryshuar investimi kur ti e çon këtë vend drejt pjesës së turizmit. Patjetër që ka ndryshuar PR-i kur ti paguan dhe ke politikë qeveritare promovimin e turizmit në gazetat prestigjioze dhe mediat, outletet mediatike të botës që merren me pjesën e unë të evidentova raportet ndërkombëtare që nxjnë nga korrupsioni e krimi. Me këtë duhet merremi. Dhe me këtë sepse me diçka që mund të shkojë mirë, e marrim mirë që nuk merremi. Duhet merremi me problemet, kam përshtypjen. Patjetër. Edhe unë mendoj që patjetër, domethënë një njeriu në Shqipëri, përveç se i duhet pjesa e PR-it pozitiv për Shqipërinë, patjetër i duhet që të ketë brenda shtëpisë edhe punët në rregull. Nuk them fare edhe nuk mendoj që raportet ku flitet për korrupsionin në Shqipëri janë të pavërteta, përkundër, jam një nga njerëzit që i lexoj me shumë vëmendje dhe mendoj që këto janë absolutisht pjesë proceseve. Jo, flet dhe bilanci i goditjeve të drejtësisë. Tjetër pra dhe atë po thoj, dhe ma more nga goja se ato do të toja. Njerëz që ti i ke nga e majta dhe që janë sot në brenda institucioneve penitenciare, tregon që korrupsion ka pasur, tregon që njerëzit sot kanë një proces për t'i shkuar deri në fund, janë aty ku janë për arsye të caktuara. Do të thënë, unë nuk po të as po jo justifikoj, as po them që këto raporte nuk janë vërteta, përkundrazi. Edhe kjo është një nga gjërat që e mendoj që është një problem shumë i madh në Shqipëri, edhe që duhet jetë një nga pikat kryesore ku duhet puntoj mandati i 4 i Po për ty personalisht, ka përgjegjësi qoftë dhe morale, se s'po flasim për penale, se përgjegjësia penale është individuale. Morale politike, një kryeministër sa kohë shumë eksponent rëndësishëm pranë tij ndodhen sot në qeli? Shiko, përgjegjësia politike patjetër që mbetet në përgjegjësi me Partinë Socialiste, patjetër edhe me kryeministrin. Po unë nga ana tjetër mendoj që ti ke një balancë ku vë të mirat dhe të këqijat. Unë nuk mendoj që çdo gjë që ka bërë që është bërë këtu është gjëja më e mrekullueshme në botë dhe ajo që është bërë këtu s'është bërë në asnjë vend tjetër. Mendoj që e mira me të keqen shkojnë bashkë. Ne vetë si qenie individ që jemi, patjetër që kemi gjërat tona të mira, kemi gjërat tona të këqija.
Unë personalisht nuk njoh ende një njeri që ka vetëm të mira edhe nuk i shoh asnjë gjë të keqe. Shumë të këqija si bëhet. Dhe eksaktësisht kjo është gjëja që mendoj që për arsye që ne kemi një sistem absolutisht demokratik, ku ti e dënon irisin me vot dhe ty nuk të pëlqen irisi dhe shkon voton kundër irisit, ky është momenti që irisi të hapi kraun edhe thot ajde Diona se tani mua njerëzit nuk më duan, ka ardhur momenti që ti je këtu. Në momentin kur mua njerëzit më votojnë, më thuaj një vend demokratik në Evropë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku njerëzit votojnë me shumicë për irisin. Ti beson në procesin e lirë të zgjedhjeve në vendin tonë? Për këtë po. Domethënë për mënyrën. S'ke pasur dyshime kur? Jo, dyshime për proceset zgjedhore në Shqipëri gjithmonë, po gjithmonë më tepër mendoj që mundësia për të deformuar votën bëhet gjithmonë dhe më e vogël. S'mund të them, unë kam qenë. Ka një forma për të ndërhyrë, nuk po flas për nga ajo shablo ditën e votimit, Jo, ajo ka qenë një proces shumë i madh, kur ti merri votat nga një kuti dhe i hidhe ke kutia tjetër. Domethënë për mua ajo ka qenë një nga proceset më të tmerrshme që u ndodhte. Në forma më të sofistikuara që ndodhte demokracisë në vend. Fakti që ti tani e ke çdo gjë me kamera, ti ke të drejtë të kontrollosh dhe ta rikthesh gjithë procesin, se e ke të gjithin të regjistruar. Po kur ti je në administratë ke frikë të humbësh vendin e punës, kur ti je pensionist dhe merr bonusin një muaj para zgjedhjeve, kur domethënë a krijohen gjithë këto mekanizma që mekanizmat janë Diona që unë që jam punonjëse administratës publike, në qoftë se ma ka sjell në maj të hundës drejtoresha, drejtori, ministria, kur shkoj kutia e votimit, mbrapa asaj kutis, nuk ka asnjë njeri mundësi. Ka që mendohen dy herë, sepse me atë rrogë mund të mbahen dhe s'kan të ardhurat të tjera. Këtu lirin mund ta kesh ti. Lirin e ka, mendoj unë, çdo njeri për sa kohë që procesi votimit është i fshat. Domethënë, momentin që ne nuk lejojmë që ky votimi të bëhet, që ne të shkojmë 5 veta ke kutia e votimit, edhe unë të shoh se kë voton ti dhe ti shes se kë voton unë. Ose më saktë është e lidhur mirë edhe me lirinë financiare që ka çdo individ, kështu që liria financiare çfarë do të thonë? Që ky individi po voton, po në momentin që kundër vetes vet. Ka të vetëm burim të ardhurash atë pag. Po nga e kuptoj unë që Diona nuk votoi mua. Si nga e kuptoj? Ti unë jam drejtoresha jote dhe ti më ke premtuar që do votosh për lirisin. Patronazhistët çfarë bëjnë? Kotërin? Mua kjo historia. Se i lavdron kryeministri mëngjes për mëngjes. Po kjo historia më duket që në momentin që ti si ndryshojnë sistemet, si fitoi Partia Socialiste në 2013-ën. Nuk ishte të njëjtin sistem, nuk ishte të njëjtin presion ndaj administratës publike. Në fakt, kur njerëzve ju vjen shpirti majtundës, nuk pyesin fare, shkojnë dhe votojnë. Vetëm kjo është një nga gjërat që duhet ja themi njerëzve, edhe për t'ia u hequr ato frikrat e vogla që mund të kenë. Po kur ti nuk e ke procesin të monitoruar, ti futesh aty dhe çfarë vendos ti me mendjen tënde, aty ke ajo kutia e votimit, është absolutisht vetëm ndërgjegja jote dhe ti, nuk mendoj më pasaj që ka drejtoresh, ministër që mund të detyroj ty psiqikisht që të votosh për atë që do ai ose ajo. Beson për një fitore të pakontestueshme të Partisë Socialiste këtë herë? Jo, unë e them gjithmonë këtë që shoh këtë vit ndryshe nga gjithë vitet e tjera elektorale që ka shumë sondazhe. Domethënë përpara kanë qenë me gishtat e dorës sondazhet, 1 ose 2 kanë qenë në çdo fushat, kurse këtë radhë shoh të paktën 4 ose 5 sondazhe. Dhe kjo ti e shikon që gjitha sondazhet e tregojnë fituese Partinë Socialiste. Jo me një super disavantazh, po pa diskutim një avantazh nga Partia Demokratike. Në fakt unë ajo që mendoj dhe që ju them. Ka dhe një faktorizim të rinjve referuar këtyre sondazheve. Jo, nuk ka vetëm faktorizim të rinjve, por ka dhe një faktorizim që është vota e diasporës, që është element tjetër që duhet marr patjetër. Po pra, prandaj po them, është një element tjetër surprizë që duhet ta marrim në konsiderat përveç pjesës sondazheve. Edhe unë fakt mendoj që sondazhet janë sondazhe, ato tregojnë se cili është perceptimi i njerëzve në një moment caktuar, se shumica e sondazheve janë kryer pa diskutim për 2 javët e para të prillit ose tani në këto. Ju bëni sondazhe të brendshme në Partinë Socialiste? Patjetër që Partia Socialiste bën sondazhe të veta. A lidhen rezultatet e këtyre fundit me deklaratat e kryeministrit që i kanë ndryshuar gjithë kohës? Fillimisht ishte për mazhorancë cilësuar, pastaj zbriti në numrin e mandateve dhe ka shkuar tek limiti 71.
Janë deklarata që i bazohen në sondazhet e brendshme? Jo, mendoj që ka më tepër lidhje me pjesën, mendoj që ka lidhje më tepër me pjesën e motivimit, sepse ti ndërkohë duke takuar njerëz edhe duke matur pulsin e tyre, shikon që shumë njerëz të thonë, po mëse ju e keni të fituar. E kupton, dhe mua kjo ju e keni të fituar më tremb shumë, sepse mendoj që mund të jetë një masë kritike e njerëzve që mendojnë që ju e keni të fituar, nuk ju duhet vota ime. Në fakt, unë mendoj që vota e çdo njeriu që mbështet Partinë Socialiste duhet shkojë kutia votimit. Nuk mundet dhe nuk e ka askush luksin që thotë që po, ju një pjesë njerëzish që keni bërë plane për të shkuar në weekend të gjatë atë ditë mund të shkoni dhe mund mos votoni, sepse mendoj që çdo vot, vërtet që ti të realizosh atë që sjell sondazhi nuk çon ty ke kutia votimit. Ajo që çon ke kutia votimit është vetëm bindja dhe qëndrimi jot që ke ti politik. Kështu që për këtë arsye them që këto sondazhet patjetër që janë shumë të mira edhe janë mbështetëse, po nga ana tjetër nuk mund të t'i bëjnë njerëzit që të besojnë që fitoria është aty, edhe kjo mendoj që ka lidhje edhe me narrativën e kryeministrit. Çfarë do të bëjë Iris Luarasi në parlament? Un kam pasur gjithmonë dy kauza që kanë qenë super të rëndësishme dhe që kanë qenë të lidhura me jetën time. E para që ka lidhje me drejtat e njerëzit dhe kryesisht me drejtat e grave. Dhe elementi tjetër që ka lidhje me pjesën e të rinjve. Me të kanë qenë dy gjërat e mia të dashura edhe që do ngelen absolutisht të rëndësishme për mua. Kur flas për ne, flas për shoqërinë civile, kemi çuar kauza të rëndësishme në parlament.